Greqia shpërson tonet ndaj Tiranës zyrtare për atë që e konsideron rritje të nacionalizmit. Dy pjesëtar të kabinetit grek, ministri i jashtëm Nikos Kocias dhe ai mbrojtjes Panos Kamenos, kanë lëshuar deklarata të forta. Shefi i diplomacisë greke kërkon që Shqipëria të mos luajë me nacionalizmin nëse synon të bëhet pjesë e BE-s. Kocias në një intervistë në televizionin shtetëror RT tha se shihet rritje e nacionalizmit në disa prej shteteve të rajonit që janë riformuar si shtete kombe në 2 dekadat e fundit. Ky nacionalizëm përballlohet me mjetet e pushtetit diplomatik që kemi si vend, mjetet e një fuqie të butë. Kur Shqipëria besonte se mund bënte një shëtitje integrimi në Bashkimin Evropian, sepse i dham si Greqi statusin e vendit kandidat pa asnjë shkëmbim, besoi se do të merrte edhe hapjen e negociatave për anëtarësim pa ndonjë kusht, por nuk duhet të luaj me nacionalizmin. Edhe ministri i mbrojtjes Panos Kamenos sulmoi ashpër kryeministrin Edi Rama, duke marrë shkas nga publikimi në media i një fotoje të 7 ushtarëve shqiptar që bëjnë shenjën e shqiponjës dy krenare. Kamenos është shprehur në televizionin Antena se kjo ngjarje ishte pasojë e planit për rikthimin e nacionalizmit. Ekziston një plan i ringjalljes së nacionalizmit shqiptar, i shfaqur kohët e fundit me deklaratat e kryeministrit shqiptar Edi Rama për çamët që bashkëpunuan me nazistët. Në një lidhje telefonike me emisionin Mirëmëngjes Greqi, Kamenos ka folur ashpër edhe për gjestin e ushtarëve. Kush nuk ndihet grek për të shërbyer Greqisë do të ishte mirë që të kthehej në vendin e tij dhe të lërë shtetësinë greke dhe privilegjet që gëzon. Këto fenomene në mënyrë kategorike nuk duhet të ndodhin në forcat e armatosura. Duhet të bëhet një hetim i detajuar dhe të jepet dënimi maksimal bazuar në kodin ushtarak për 7 ushtarët shqiptar. Ministri sulmoi dhe ish kryeministrin Simitis kur tha se gjatë kohës së tij është bërë gregëzimi shqiptarëve në mënyrë të pakontrolluar dhe për arsye elektorale.